Në fakt, sot është ndër situatat më të rrezikshme që mund të kemi pas ndonjëherë në Bashkinë Mirdit, për shkak se u favorizua shumë nga era, kishim shumë familje që ishin në zona të shpërndara pyjore dhe që ishte vështirësia për të ndërhyrë edhe për shkak të largësisë edhe për shumë shkaqe të tjera. Por fatmirësisht, deri në këto moment që flasim nuk kemi dëme në banesa, kjo është kryesorja, pastaj nuk kemi dëme në jetë njerëzish që këto dyja janë parësore për të mbrojtur dhe në dy lagje kemi larguar njerëz nga banesat, jemi bashkë me familjarët tyre afër banesave me zjarr fikse, me mjete, me forca për t'i mbrojtur dhe fatmirësisht deri tani nuk kemi dëme në banesa. Vazhdon të jetë realisht e vështirë situata, por që edhe mendimin e mjeteve të tjera zjarr fikse që kanë ardhur shtesë me 2 helikoptera që po hedhin ujë kudo ku ka afër banesave, duke që po normalizohet situata dhe shpresoj të vazhdojë të normalizohet që të mund të largojmë rrezikun nga jetët e njerëzve dhe nga banesat. Duke që në disa raste gjatë këtij viti janë totalisht zjarrvendje qëllimshme, sepse pikërisht në këtë zonë kemi mbi 6 herë këtë vit për brenda një jave që kemi ndërhyrë dhe kemi shurë zjarre dhe sërish ndizet. Edhe në disa zona tjera duket pra që këtu ka një dorë që don t'i djeg pyet. Dhe absolutisht që e kam kërkuar, kam biseduar me shefin e komisariatit, me të gjithë njerëzit të cilët kanë fuqinë e ligjit për të vepruar dhe të cilët po marrin masat e tyre dhe shpresoj që ata të cilët po djegin natyrën, po rrven rrezik jetën e njerëzve, banesat, pronat e tyre duhet vënë me çdo mos në para ligjit, para përgjegjësisë. Aktualisht që ne flasim sa fshatra janë të rrezikuara dhe ka një përhapje në një përmjet të Shiko, këtu është në fshati Ten, është i shpërndarë si fshat, janë banesat larg njëra tjetrës dhe kjo e bën më të rrezikshme problemin sepse do duhet të ndërhysh të mbajsh situatën në kontroll në disa pika për të ruajtur banesat. Tani ngjit me fshatin Ten është fshati Malaj dhe që patjetër duhet të vëmë një kufi për të ndërprer nëpërmjet kësaj rruge ku jemi për të ndaluar zjarrin që mos kalojë në fshatin tjetër, sepse situata bëhet edhe më e vështirë nëse kalon andaj. Prandaj edhe jemi intensifikuar në këtë pikë për ta mbajtur këtë kordon të pakalueshëm në mënyrë që të mbrojmë edhe fshatin tjetër atje. Persona që mund të jenë patur probleme nga tymi, ka patur? Po shiko, kush punon në këtë situatë, në këto vështirësi, patjetër që do të ketë probleme edhe nga tymi. Normalisht që jemi përpjekur që ata të cilët nuk e kanë po themet pjesën e përgatitjes në mënyrë se si duhet veprohet, i largojmë nga aty, por të tjerë që janë të fortë, taft, na kanë ndihmuar, kemi vepruar bashkë. Banorët janë larguar, sidomos të moshuar dhe fëmijët. Ata të cilët janë më të aftë fizikisht, si janë djemtë e ri, burrat, na kanë ndihmuar dhe kemi qenë bashkë me ta. Por duke që situata është mjaft shqetësuese, për arsye sepse është edhe nxehtë dhe era e shpërndan shumë zjarrin. Ajo që është më shqetësuese është që këtu duket se është dora e njeriu. Kjo është më shqetësuese nga të gjitha. Fakti që njerëzit vendosin zjarrin, prishin pyet edhe dëmtojnë jo vetëm natyrën, por janë rrezik të dëmtojnë edhe jetët e njerëzve, të dëmtojnë edhe banesat e tyre dhe shtëpitë e tyre. Dhe kjo e bën shqetësues faktin shumë. U bë tash disa ditë që jemi në një situatë alarmante në gjithë Shqipërinë, pothuajse, por ne flasim për këtu për zonën ku jemi, kështu që ajo që unë kam nga vetja ime është një apel të gjithë njerëzve që të jemi të kujdesshëm, të mos se dëmtojmë vetë natyrën edhe ta ruajmë atë, edhe sigurisht edhe gjithë institucioneve që të përpiqen maksimum, sigurisht se po përpiqen faktikisht që t'i shuajmë të gjithë vatrat e zjarrit. Këtu shoh që njerëzit janë në kamp të gjithë për të shuar zjarret edhe për të garantuar jetën e njerëzve.